Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se refuzoi ftesën për pritjen e presidentit amerikan, duke justifikuar mungesën me takime të rëndësishme për Nishin dhe çështjen e sanksioneve. Ky vendim u pasi një sinjal izolimi politik në një kohë kur shumica e liderëve botror kërkojnë afrim në shtëpinë e bardhë. Vučić u shfaqi ironik ndaj protokollit amerikan, duke reduktuar pritjen presidenciale në 3 orë pritje për disa sekonda fotografi, një deklaratë që analistët e lexuan si përpjekje për të mbuluar faktin se mungesa e tij u vore në arenën ndërkombëtare. Në vend të kësaj, ai mbajti takime për Nisin, kompania e kontrolluar nga interesat ruse, duke konfirmuar se Serbia po kërkon shtyrje të sanksioneve. Presidenti serb pranoi se nuk ka besim se kjo do të ndodhë, duke treguar dobësinë e Beogradit përballë presionit ndërkombëtar. Vučić hodhi poshtë idenë e shtetëzimit të Nisit, duke thënë se ka frikë nga sekuestrimi i pronës ruse, një qëndrim që disa kritik e vendosin Serbinë në hijen e Kremlinit edhe brenda OKB-s. Në New York, mes dhjetra takimeve të nivelit të lartë të liderëve botror, mungesa e Vučićit në pritjen e presidentit amerikan shihet si një tjetër dëshmi e izolimit diplomatik të Serbisë.